Kurse duke pas kushtet mira, me gjithë pas kanë ndihmuar atje regjimenti helikopter. Pra po, lojtarët e Farka Volej kanë po të vazhdojë të bëjë stërvitje në çimento, por jashtë besoj se do arrihet një rezultat. Ata luajnë më tepër për pasion. Do të thoya që 2 vitet e para edhe unë kam vojt goxha për sa i përket parave, se duhen të bëhen uniformat, baza materiale. Po, baza materiale. Transporti i ekipit. 2 vitet e para edhe unë kam pas goxha probleme me këtë. Pastaj kërkova ndihmë te komuna dhe presidenti i ekipit. Dhe gjetët mbështetjen aty. Edhe gjeta mbështetjen aty se po mos kisha pas këto 2, presidentin e ekipit shkëlqy fushë. Mërzitë edhe nuk ke as satisfaksion as kef, deri të bësh stërvitën çimento shihen. Jo, nuk bëhet. Jashtë nuk bëjmë. Po mirë. Ju luajtën finale përballë studentëve, ë? Rroga e një lojtari të studentit është e njëjtë me një lojtari që luan me Farka Volej që sa për të kundërshtuar sa njërin te pjesa e parave. Do të thoya që jo ndoshta të ke rroga njësoj ke lojtarët e studentit, po për afërsisht deri diku po. Po është e rregull do të thoya, nuk problem nga ana financiare nuk ka pas. Pasi këto djem janë djem 3. Dhe kur ka filluar ky trajtim financiar tek Farka Volej? Trajtimi financiar do të thoya që është viti i dytë. Është viti i dytë. Pasi ato janë 4 vitet e para, kur nuk keni marrë trofe. Nuk ka këtu për të kundërshtuar, se krahason me studentët janë pothuajse aty, studenti është një ekip që ka fituar Kupën e Shqipërisë 6 me të rresht. Po, shumë bukur. Kurse këta janë një ekip, le që është komunë, nuk është studenti, është ekipi i qytetit, dhe kjo ndikon. Edhe ai se e ka marrë komunë, si ka marrë maksimumin, se pavarësisht se është komunë e pasur, themi, komunë mbetet. Që të t'japi, domethënë kaq mundësi financiare. Dhe krahasohesh me studentin, i bi që lushjet krahasohet me Korçën. Kur flasim për financë, nuk flasim vetëm për anën e pagave që do bëjë lojtari. Flasim për atë që folëm fillim, infrastrukturën. Po. Domethënë, ta nuk kanë pas infrastrukturën. Domethënë, e kanë ngritur siç thot Bardhi gjithçka nga zero. E kanë ngritur nga zero. Ne kemi një eksperiencë. Shqipëria ka një eksperiencë. Ka krudhën e Luçës, kur kanë ngritur ato valët e krudhjes. Nga pasioni. E me radhë sa arritën këtu ku janë. Gjerim breza. Ajo ishte tjetër po. Po problematika ndoshta. Ajo do për infrastrukturën sepse ndoshta nëse Farka nuk do të lejë këta. Ku do gjej palestrën e bëj stërvitje? Se ndoshta Farka do të lejë. Një urdhër ministria, se ku do bëjnë stërvitje. Megjithatë, paga duhet për infrastrukturë. Pas arritjes në finalet Kupës së Shqipërisë, ndoshta po mendoni edhe për një ekip femrash. Për të menduar ka menduar goxha, po duhet goxha punë që të ngresh, të fillosh nga zero siç kanë filluar me ekipin. Duhet goxha punë dhe i vetëm nuk e arrit dot që të merrem. Pasi vajzat gjithmonë, profesor do ngresh ekip vajzat do kërkojnë ato që kam aty pranë shkollës. Po të ishte një palestër pranë shkollës, kishte një ambient aty brenda. Besoj se do ta kisha bërë dhe do ta sakrificë, do ta kisha ngritur dhe ekip vajzash. Po vetëm thjesht palestra na ka. Do të ndalemi në nesër në reportazhin e përgatitur nga Dëfrimet Hasani që do të transmetohet televizionin shqiptar. Është gjithçka për mbrëmjen e sotme të sënës sportive. Falenderoj të ftuarit e sotëm, trajnerin e shkumbinit Ilir Gjula, faleminderit që ishit me ne. Gazetarin e përhershëm Samir Demi, faleminderit Samir. Ashtu sikurse edhe me sfushurin e Mamunës Sitartan Karapici, faleminderit që ishit këtu dhe trajnerin e surprizës së bukur voleybollit shqiptar Farka Volej Dritan Bardhi, faleminderit që ishit këtu. Ishte gjithçka pra për mbrëmjen e sotme. Ju kujtoj se transmetimet sportive në televizionin shqiptar do të vijojnë në fundjavë me nga njëra ndeshje në tjetrën në Radio Tirana dhe më pas të dielën mbrëmje me rubrikën sportive, ndërsa bashkë do të takohemi si zakonisht të hënën, por tashmë në orën 18:30. Mirupafshim.